Pas 5 vitesh me ritme të larta arritje, statistikat e muajit qershor tregojnë një ngadalësim të dukshëm të hyrjeve turistike në Shqipëri. Qeveria lidh këtë zhvillim me efektin e asaj që ka cilësuar si revolucioni flamingo, duke argumentuar se ka ndikuar në frenimin e hovit turistik. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, gjatë muajit qershor në Shqipëri hyn 1.342.279 të huaj, vetëm 17.075 më shumë se në të njëjtin muaj të një viti më parë. Kjo përkthehet në një rritje për rreth 1.3% shumë më ulët, krahasuar me ritme dyshifrore që sektori ka regjistruar në vitet e fundit. Por nga ana tjetër, protestat duket se kanë pasur pak impakt edhe në tërheqjen e diasporës, pasi hyrjet e shtetasve shqiptar në qershor u rritën me vetëm 0.2% ose 1.799 persona më shumë se në qershor të 2025-s. Në total, në muajin e kaluar erdhën në vend 735.370 shtetas shqiptar. Të dhënat tregojnë se ngadalësimi në qershor lidhet kryesisht me rënien e vizitorëve nga tregjet tradicionale të rajonit. Rënien më të madhe e regjistron Kosova me 51.000 vizitorë më pak, Maqedonia e Veriut me 15.000 më pak, Gjermania me tkurje 13.200 vizitorë, më pas Turqia me ulje 11.000 dhe më tej, Malizi 6.200, Greqia 3.600 vizitorë më pak se në qershor të vitit 2025. Nga ana tjetër, tregjet evropiane e kanë kompensuar pjesërisht të tkurje. Vizitorët nga Italia u rritën me mbi 25.000, ndjekur nga Polonia me afro 17.000 turistë më shumë. Në rritje janë dhe hyrjet nga Mbretëria e Bashkuar, të cilat u zgjeruan me rreth 12.400 vizitorë. Por pavarësisht këtij ngadalësimi në muajin e kaluar, panorama turistike e vendit mbetet pozitive. Gjatë periudhës janar-qershor 2026, Shqipëria priti 5 milion vizitorë të huaj, rreth 297.000 më shumë se një vit më parë.